Mirë se vini në këtë shpjegues të ri. Sot do të futemi direkte në një temë që është vërtet e veçantë dhe sinqerisht thellësisht e rëndësishme. Fokusi ynë sot është të kuptojmë diçka thelbësore, se si transformimi i jetës së një fëmije të pambrojtur n'është thjesht një çështje private mes disa mureve të shtëpisë. Në fakt, është një nga shtyllat më jetike për të ndërtuar një komb shumë më të fortë dhe më të shëndetshëm. Pra, le të shohim bashkë se si një akt që duket kaq intim dhe personal, në të vërtetë mban një peshë të jashtëzakonshme për të ardhmen e të gjithë shoqërisë sonë. Po, le të thellohemi pak këtu. Kemi këtë shprehje vërtet të fuqishme, adoptimi një fëmije jetim është një nga aktet më të thella njerëzore. Dhe është një vërtet absolute, sepse na kujton diçka që shpesh e harrojmë. Adoptimi s'është thjesht një procedurë ftohtë ligjore, dini, nuk bëhet fjalë vetëm për të firmosur disa dokumente. Është një transformim i plot i jetës së dikujt. Është fjalë për fjalë, rikrijimi një shansi dhe vendosja e themeleve për një strehë të ngrohtë, pikërisht aty ku ajo fatkeqësisht ka munguar. Kështu që, ja si do të rrjedh biseda jonë sot. Fillimisht, pse adoptimi ndryshon jetë? Më pas, si përfiton familja adoptuese nga e gjithë kjo? Do të flasim për hapat dhe sfidat reale të procesit, se si mund ta përmirësojmë këtë praktik dhe do ta mbyllim me tablon e madhe, investimin për një komb të fortë. Seksioni i parë. Pse adoptimi ndryshon jetë? Le të ndalemi pak te vetë fëmia. Për të kuptuar këtë efekt domino nga individi te shoqëria, duhet ta nisim nga vetë fëmia. Imagjinoni pak, fëmijët që rriten pa një kujdes të dedikuar prindëror e nisin jetën me një mal me sfida. Është e vështirë, por kur ofrohet mjedisi i duhur, çdo gjë ndryshon. Dhe duhet të them çdo gjë. Kur një fëmijë adoptohet, ai s'merr thjesht një shtëpi të re fizike, fillon të ndjejë stabilitet emocional dhe siguri. Është vërtetuar psikologjikisht që sapo një fëmijë futet në një mjedis të dashur dhe të qëndrueshëm familjar, stresi i tyre ulet në mënyrë drastike. Është e jashtëzakonshme. Kjo bazë ngrohtë familjare ndërton vetbesim, sjell disiplinë të shëndetshme, zhvillon aftësi thelbësore të komunikimit dhe i jep atij fëmijë mundësinë reale për të shkëlqyer në edukim dhe jetë. Kalojmë te pika e dytë, si përfiton familja adoptuese. Tani, rrethi i ndikimit fillon të zgjerohet. Shpesh ka një lloj keqkuptimi. Mendojmë se adoptimi është një rrugë me një kalim, ku i vetmi që fiton diçka është fëmia, por e vërteta është krejt ndryshe. Kur një familje e hap dyert dhe zemrën e saj, ata vetë përjetojnë një transformim mahnitës. Ata gjejnë një plotësim të thellë emocional, dhe ato lidhjet e reja që krijohen, me kalimin e kohës ato bëhen absolutisht të barabarta dhe po aq të forta sa lidhjet biologjike, zero dallim. Kjo i jep asaj familjeje një ndjesi të jashtëzakonshme qëllimi, dhe kjo ilustron në mënyrë gjeniale se si rritja e një fëmije kultivon vlera të forta morale brenda shtëpisë, më shumë empati, pafundësisht më shumë durim. Është pikërisht ky lloj mjedisi që formon qytetarët e përgjegjësëm të së nesërmës. Seksioni i tretë. Hapat dhe sfidat reale. Pra, le të tregojmë pak pragmatik këtu, sepse nuk është thjesht një përrallë emocionale, ka një proces real, konkret që duhet ndjekur dhe është i ndërtuar në mënyrë shumë logjike. Donjëherë njerëzit mendojnë, "Ua, sa shumë burokraci." Por, në fakt, s'është burokraci koti. Asnjë shoqëri e pjekur nuk mund ta lërë këtë proces në dorë të rastësisë. Hapa si vlerësimi i kujdesshëm i familjes, trajnimet për prindërimin dhe miratimet ligjore, këto janë buroja sigurie. Janë të domosdoshme për të garantuar që gjithçka po bëhet në interesin më të mirë të fëmijës. E gjithë kjo punë bëhet fiks për atë momentin magjik të hapit numër 4, kur gjendet përputhja perfekte e fëmijës me familjen e duhur. Dhe sigurisht, rrjeta e sigurisë qëndron aty me monitorimin pas adoptimit për të siguruar që gjithçka shkon mirë në afatgjat. E megjithatë, le të jemi të sinqertë, ka sfida të vërteta rrugës. Pra, pika kritike është kjo. Ndërtimi një jete të re kërkon shumë kohë. Fëmijët shpesh vinë me trauma dhe shërimi s'ndodh brenda natës, sado dashuri t'u japësh fillimisht. Kërkon një durim prej hekuri për të ndërtuar besimin. Ndërkohë, ana ligjore mund të jetë sfiduese dhe i gjatë, por ajo që shpesh rezulton të jetë betejë më e vështirë është ana sociale. Për fat të keq, në disa qarqe ende duhet të luftojmë me stigmën dhe paragjykimet e vjetra rreth adoptimit, dhe kjo është diçka që duhet ta tejkalojmë. Tani te seksioni 4, si të përmirësojmë këtë praktik. Duke e ditur që kemi këto sfida, lind pyetja, çfarë mund të bëjmë ne? Sepse kjo s'është vetëm detyrë e disa institucioneve, është përgjegjësia jon kolektive.
Gjëja e parë dhe më thelbësore është edukimi dhe rritja e ndërgjegjësimit publik. Duhet të flasim më hapur. Pastaj, imagjinoni një sistem ku procedurat ligjore janë të modernizuara dhe më të shpejta, dhe ku çdo familje dhe fëmijë ka mbështetje psikologjike të vazhdueshme jo vetëm para, por sidomos pas adoptimit. Kur e gjithë kjo infrastrukturë mbështetëse është aty, stresi bie në mënyrë dramatike dhe e gjithë energjia shkon aty ku duhet, te mirëqenia e fëmijës. Dhe arrim te pika e fundit, e cila është edhe thelbi i gjithçkaje. Investim për komb të fortë. Këtu e zgjerojmë lenten plotësisht. Dalim nga niveli individual dhe shohim pamjen e madhe, atë të kombit. Për mua ky është ndoshta argumenti më i fuqishëm që mund të bëjmë. Nga njëra anë kemi një realitet të dhimbshëm. Një fëmijë e pambrojtur është mjerisht një potencial i humbur për shoqërinë tonë, një ardhmë me lëndë pezull. Por shikoni çfarë ndodh kur e ndryshojmë atë realitet. Kur japim atij fëmije një familje të qëndrueshme, ai potencial fjalë për fjalë shpërthen. Nga një fëmijë vulnerabël rritet një qytetar i fortë, me mendje të shëndetshme që prodhon dhe kontribuan. Ne s'po shpëtojmë thjesht një jetë, ne po fitojmë një vlerë të jashtëzakonshme që forcon drejt për drejt shtyllat e kombit ton. Pra, cila është pika thelbësore që duhet të marrim me vete sot? Gjuha jon, mendësia jon, absolutisht duhet të ndryshojë. Adoptimi duhet të shihet si një pjesë krejtësisht normale dhe shumë e shëndetshme shoqërisë sonë. S'mund të jetë një temë tabu apo një përjashtim i rrallë që ndodh diku larg. Një komb nuk quhet i fortë vetëm nga fakti se sa mirë po ecën ekonomia apo numrat në letër. Fuqia e vërtetë e një kombi tregohet nga forca e familjeve të tij dhe nga fakti se sa mirë mbron anëtarët e tij më të brisht. Për këtë jemi të sigurt, është investimi më strategjik dhe jetik për të ardhmen. Dhe për ta mbyllur këtë analizë, ju ftoj të reflektojmë mbi një pyetje vërtet provokuese. A jemi ne, në të vërtetë, aq të pjekur si shoqëri sa të marrim përsipër që askush, asnjë fëmijë vetëm, të mos mbetet pa një shtëpi dhe pa një familje? Është një pyetje që kërkon shumë përgjegjësi, sepse çdo herë që një familje hap derën për të mirëpritur një fëmijë, s'po i jep thjesht një fillim të ri atij fëmije, po mbjell themelet për një shoqëri pafundësisht më të mirë për të gjithë ne. Shpresoj vërtet që ky shpjegues t'ju ketë ofruar diçka të re dhe frymëzuese për të menduar. Deri herën tjetër, gjithë të mirat.